Kapitulli 9. Ringjallja nga vdekja. Fuqia, lavdia dhe shpresa e mesazhit të krishterë është ringjallja e Jezusit. Edhe pse shumë njerëz e shpërfillin këtë, askush, veç nëse është krejtësisht i paditur, nuk mund ta mohojë këtë të vërtet manice. Ringjallja është pika qendrore e historisë botërore. Ajo e ka kthyer botën përmbys. Në fakt, ky është pikërisht mesazhi që të krishterët po i tregojnë dhe duhet i tregojnë botës. Jezusi u ringjall prej të vdekurve, dhe për shkak se ai përfaqësuesi ynë u ringjall, edhe ne do të ringjallemi dhe do të hyjmë në të lavdishmen e të përjetshmen mbretëri të qejve. Kjo është përgjigjja e fuqishme, si dhe e vetmja e tillë ndaj mallkimit të tmerrshëm të vdekjes, i cili është i varur mbi tërë njerëzimin. Nuk ka asnjë shpresë tjetër, asnjë fitore tjetër mbi vdekjen në të gjithë botën. Pas së shtunës, ndërsa po agonte dita e parë e javës, Maria Magdalena dhe Maria tjetër shkuan për të vizituar varrin. Papritmas ra një tërmet i madh, nga që një engjëll i Zotit zbriti nga qielli dhe u afrua aty. Ai e rrokulli si tutje gurin dhe ul mbi të. Pamjen e kishte si rrufeja dhe veshin të bardhë si bora. Rojat u tronditën prej frikës nga ai dhe mbetën si të vdekur. Por engjëlli u tha grave: "Mos kini frikë, se e di që kërkoni Jezusin, atë që u kryqëzua. Nuk është këtu, sepse u ringjall ashtu siç tha vetë. Ejeni, vështroni vendin ku gjendej, dhe pastaj shkoni shpejt e u thoni dishepujve të tij. Ai u ringjall prej të vdekurve. Në fakt, po shkon përpara jush në Galile. Atje do ta shikoni. Bani mend çka ju thash." Gratë u tmerruan dhe u përkulën deri në tokë. "Përse e kërkoni të gjallin midis të vdekurve?" I pyetën engjëjt. "Ai nuk është këtu, por u ringjall. Kujtoni se si u tha kur ishte ende në Galile. Biri i njeriu duhet të jepet në duart e mëkatarëve, të kryqëzohet dhe të tretën ditë të ringjallet." Dhe ato u kujtuan për fjalët e tij. Kështu, duke u larguar shpejt nga varri me frikë dhe gëzim të madh, ato vrapuan për të treguar dishepujve të tij. Në atë çast, i takoi Jezusi dhe u tha: "Mirëmëngjesi." Ato u afruan, i rrokën këmbët dhe adhuruan. Atëherë Jezusi u tha: "Mos kini frikë. Shkoni dhe njoftoni vëllezërit e mi se duhet të nisen për në Galile dhe do të më shohin atje." Pasi u kthyen nga varri, ato u arrofyen të gjitha këto gjëra të 11-ve dhe gjithë të tjerëve. Këto fjalë atyre ju dukën pa kuptim dhe nuk u besuan grave. Sidoqoftë Pietri u çua e vrapoi për te varri. Kur u përkul për të parë brenda, ai vuri re vetëm pëlhurat prej liri. Kështu u largua, i manitur nga ajo që kishte ndodhur. Ndërkohë që gratë ishin rrugës, disa nga rojat vajtën në qytet dhe u raportuan kryepriftërinjve për gjithçka që kishte ndodhur. Pasi priftërinjt u mblodhën me pleqt dhe bën një plan, u dhan ushtarëve një shumë të madhe monedhash argjendi dhe i porositën. Thoni këtë: "Dishepujt e tij erdhën natën dhe e vodhën, teksa ne ishim duke thjetur. Nëse kjo merret vesh nga guvernatori, do t'ja mbushim ne mendjen dhe ju nuk do të keni andralla." Kështu ata i morën paratë dhe vepruan sipas udhëzimeve. Dhe këta zëra janë përhapur midis judenjve deri më sot. Po ato ditë dy prej tyre ishin rrugës drejt një fshati të quajtur Emaus, i cili është rreth 11 kilometra nga Jerusalemi. Ata po diskutonin me njëri tjetrin për gjithçka që kishte ndodhur. E gjatë kohës që ata po diskutonin e debatonin, vetë Jezusi u avit dhe nisi të ecte së bashku me ta. Por atyre u ishin penguar sytë që të mos e njihnin. Më pas, ai i pyeti: "Për çfarë po debatoni me njëri tjetrin kur po ecnit?" Ata ndaluan hapat, tërë trishtim në fytyrë. Ai që quhej Kleopa ju përgjigj: "Mos je ti i vetmi i huaj në Jeruzalem që nuk i ka marrë vesh ngjarjet e atjeshme këto ditë?" "Cilat?" i pyeti ai. Atëherë ata i thanë: "Ngjarjet për Jezusin e Nazaretit, i cili
Ishte një profet i fuqishëm në vepra dhe fjalë përpara Perëndisë dhe gjithë popullit. Dhe se si krerët e përftërimve dhe udhëheqësit tanë e dorëzuan atë për ta dënuar me vdekje dhe kryqëzuan, ndërsa ne shpresonim se ai do ta çlironte Izraelin. Përveç gjithë këtyre, kjo është dita e tretë qysh ku ndodhen këto ngjarje. Për më tepër, na kanë habitur disa gra nga grupi ynë. Ato kishin shkuar herët e varri dhe kur nuk e kishin gjetur trupin e tij, erdhën dhe na treguan se u ishin shfaqur engjëj, të cilët u thanë që ai jeton. Disa prej atyre që ishin me ne, shkuan te varri dhe e gjetën ashtu siç u doftuan gratë, por atë nuk e pan. Ai u tha: "O të pamend dhe të ngathet, për të besuar me zemër të gjitha që kanë thënë profetët. A nuk duhej që Mesia t'i pësonte këto vuajtje dhe të hynte në lavdinë e tij?" Më pas, duke filluar nga Mojsiu dhe tërë profetët, ai u sqaroi në të gjitha shkrimet ato që kishin lidhje me ta. Kur ju afruan fshatit ku po shkonin, atyre ju duk se ai po vazhdonte më tej. Por ata ngulmuan duke i thënë: "Rri me ne se po erret." Dhe dita pothuajse përfundoi. Kështu ai vajti brenda që të qëndronte me ta. Teksa ishin shtruar në tryezë së bashku, ai mori bukën, e bekoi dhe duke e thyer, nisi t'u japë. Atëherë atyre ju çelën syt dhe e njohën Jezusin, por ai u zhduk nga shikimi. Dhe ata i thanë njëri tjetrit: "Nuk na diqej zemra për brenda kur na fliste rrugës dhe na zbulonte shkrimet?" Për një herë u çuan, u kthyen në Jeruzalem dhe i gjetën të mbledhur të 11-tët, si edhe të tjerët me ta, të cilët u thanë: "Vërtet Zoti u ringjall dhe ju shfaq Simonit." Pastaj ata filluan të përshkruajnë ngjarjet e rrugës dhe se si e kishin njohur në thyerjen e bukës. Dhe ndërkohë që ata po tregonin këto gjëra, vetë Jezusi qëndroi midis tyre e u tha: "Paqja me ju." Por ata ishin të tmerruar e plot frikë, nga që mendonin se po shihnin një frymë. "Pse jeni të tronditur?" i pyeti ai. "Dhe pse ju ngjallën dyshime në zemër? Shikomeni, duar dhe këmbët. Jam unë vetë. Më prekni dhe vështroni. Një frymë nuk ka mish dhe kocka, siç po vini re që kam unë." Duke thënë këtë, u dëfteu duart dhe këmbët. Po ndërkohë që ata ende nuk po besonin për shkak të gëzimit dhe habis, ai i pyeti: "Keni ndonjë gjë për të ngrënë këtu?" Kështu i dhanë një copë peshku të pjekur, dhe pasi e mori, ai e hëngri para tyre. Më pas u tha: "Këto janë fjalët që ju a thosha teksa isha ende me ju, se duhet të përmbushet gjithçka që është shkruar për mua në ligjin e Mojsiut, te profetët dhe psalmet." Pastaj u hapi mendjen që t'i kuptonin shkrimet dhe u tha: "Kështu është shkruar: Mesia do të vuante dhe të ringjallej prej të vdekurve ditën e tretë dhe do të shpallej në emrin e tij pendimi dhe falja e mëkateve për të gjitha kombet, duke filluar nga Jeruzalemi. Për këto ju jeni dëshmitar." Atëherë Jezusi u erdhi pranë dhe u tha: "Mua më është dhënë i gjithë autoriteti në qiell dhe mbi tokë. Prandaj, shkoni dhe bëjeni dishepujt të gjitha kombet, duke i pagzuar në emër të Atit, e të Birit, e të Frymës së Shenjtë, duke i mësuar të zbatojnë gjithçka që ju kam urdhëruar. Dhe mos harroni, unë jam çdo ditë me ju, deri në fund të epokës." Jezusi u tha sërish: "Paqja me ju. Ashtu siç më ka dërguar Ati, unë po ju dërgoj ju." Pasi e tha këtë, ai hukati mbi ta dhe u tha: "Merreni frymën e shenjtë." Por një nga të 12-tët, Thomai, që thirrej Binjaku, nuk ndodhej me ata kur erdhi Jezusi. Kështu dishepujt e tjerë i thoshin: "Pam Zotin." Por ai u aktheu: "Pa e parë shenjën e gozhdëve në duart e tij, pa vendosur gishtin te shenja e gozhdëve dhe pa vënë dorë në brinjën e tij, nuk do të besoj kurrë." Pas 8 ditësh, dishepujt ishin përsëri në shtëpi dhe Thomai ishte me ta. Edhe pse dyert ishin të mbyllura, Jezusi erdhi e qëndroi mes tyre. "Paqja me ju," tha ai. Pastaj i foli Thomait: "Vendose gishtin këtu dhe shiko më duart. Zgjate dorën dhe vëre në brinjën time. Mos u bëj mosbesues, por beso." Thomai u përgjigj: "Zoti im dhe Perëndia im." Jezusi i tha: "Më ke besuar nga që më ke parë.
Lumë ata që besojnë pa parë. Pas pësimit të vuajtjeve, ai u paraqiti gjallë apostujve me shumë prova bidëse, duke u shfaqur atyre gjatë 40 ditëve dhe duke u folur për mbretërinë e Perëndisë. Pastaj u tha: "Shkoni në të gjithë botën dhe predikojeni ungjillin tërë krijimit. Kush beson dhe pagëzohet, do të shpëtohet, por kushdo që nuk beson, do të dënohet." Më pas u priu deri në Betani dhe duke ngritur duart lart i bekoi. Ndërkohë që ata po e vërenin, Jezusi u ngrit lart dhe një re u alargoi në syt. Teksa ai shkonte, ata vëzhgonin në qiell dhe papritmas 2 burra me rroba të bardha që ndronin pranë tyre. Këta thanë: "Burrat e Galiles, pse rrini duke vështruar në qiell? Ky Jezus që u largua prej jush për në qiell, do të vijë në të njëjtën mënyrë siç e keni vënë re duke u ngritur lart në qiell." Pastaj, ata u kthyen në Jeruzalem nga mali i quajtur Jullinde, i cili është afër Jeruzalemit, aq sa lejohet të udhëtosh një të shtunë. Dhe ata shkuan e predikuan gjithkund, ndërkohë që Zoti bashkëpunonte me ta dhe konfirmonte fjalën me shenjat që e shoqëronin. Jezusi kreu vërtet edhe shumë shenja të tjera në prani të dishepujve të tij, të cilat nuk janë shkruar në këtë libër, por këto janë shkruar me qëllim që të besoni se Jezusi është Mesia, Biri i Perëndisë, dhe që duke besuar të keni jetë në emrin e Tij.